بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد الله عز وجل falenderojmë, falen dhe ndihmën vetëm për Tij e kërkojmë. Paqja dhe bekimi Allahu qofshin mbi pejgamberin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të pastër e të ndershme, shokët e tij të drejtë dhe besnik, dhe gjithë ata që rrugën e tij e pasojnë deri në ditën e gjykimit. Të dashur vëllezër, vazhdojmë me rrugtimin ton bashkë me sirën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e cila është mësim për çdo musliman në jetën e tij se si duhet të jetoj që ta bëj të kënaqur Zotin e tij dhe në këtë mënyrë ta fitoj xhenetin e Allahut azza wa jall në botën tjetër, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka qenë dhe është dhe do të mbetet shembulli më i mirë për çdo kë, në çdo sferë të jetës, çfarëdo që janë rrethanat. Dhe përgjatë sirës kemi arrit tek ngjarjet e haxhit të lamtumirës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe kemi përmend ngjarje të ndryshme që kanë rrjedhur gjatë këtyre ditëve të haxhit dhe kemi arrit deri tek dita e Bajramit, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam erdhi për t'i gjuajt gurët në Mina tek xhamaratet. Dhe në ditën e Bajramit është prej sunetit dhe udhëzimi i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që gurët të gjuhen në xhamrën e madhe, ose ndryshe që quhet Xhamratul Aqaba, e cila është e treta me radhë kur njeriu kthehet nga Muzdalife dhe Mina. Dhe është xhamreja më afër Qabës në renditje pra me 2 xhamre të tjera. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pra përmendëm që atë ditë shkojti te Xhamratul Aqaba, i gjujti 7 gur dhe është interesant që sahabët kanë qenë njerëz vërtet që kanë merituar të quhen sahabë, shoqërues të pejgamberëve, shoqërues të vulës së pejgamberisë. Prandaj edhe Allah azza wa jall ka zgjedh që ta përkrahin vetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që pastaj ta përcjellin dinin e Allahut fuqiplot tek brezat e ardhshëm, që ata të bëhen shkaktar të përhapet feja Allahut fuqiplot në për thyet gjysmën e botës në atë kohë dhe pastaj në gjithë botën. Po mos ishin sahabët, të ishin njerëz të tjerë, atëherë vështirë që do të arrinte feja Allahut azza wa jall tek ne, sepse ata kanë qenë njerëz të mëdhej, njerëz që nuk i ka pengu asgjë në fenë e Allahut azza wa jall dhe kanë pas ambicie aq të larta saqë tek ngjarja ku jemi duke fol, tek gjuajtja e gurëve, pra transmetohet që Jabiri radhiyallahu ta'ala anhu, Jabir ibn Abdullah, kishte marrë rrugë prej Hijazit, Mekës ose Medinës, deri në Sham, vetëm që me pyet njërin prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që atë ditë kur i ka gjujt pejgamberit sallallahu alaihi wasallam gurt në Xhamra, ai ka kop guralecët me 3 gishta apo me 2 gishta. Dhe e kishte marrë përgjigjen që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka gjujt gurt, ka kap me 2 gishta dhe i ka gjujt. Dhe me këtë i ka thënë që Allahu të shpërblet se ma heki një breng të madhe
edhe u çu më një herë edhe u kthy për Medinë. E kjo ambicie, pra thamë që falënderimi i takon veç Allahut Azza wa Jall, që këta njerëz i ka bë sahabët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se të kish bë dikon tjetër, pas sahabëve që ka vinë njerëzit, atëherë vështirë që na kish arrit neve feja Allahut Azza wa Jall, ashtu që ka qenë. Ama ambicjet e tilla e kanë bërë që neve më namri edhe detajet më të vogla sunetit dhe të veprave të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe këtë themi me plot përgjithësi, do të thotë edhe askujt nuk bën mja hangër mendja vetë, dohon për veten e vet, ose për dikon tjetër që me mendu se pa dhe na kështu bën një vepër tillë se na dojmë shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, me dojmë sunetin e tij e kështu me radhë, ndërsa ne i shohim do thotë që në ditët e sotit ambicia e marrjes së dijes është e ulët edhe e zbeht, mos themi që s'ka hiç. E le më të flasim do thotë që njeriu më angazhu një sunet të vogël, të cilin nëse se bën nuk është që nuk të pranohet e vepër. Ama sahabët kanë qenë qasi burra që kanë desht me ditë në çdo detaj që është me njëkë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. E ne gjem mesin ton njerëz të cilët kur i përmendet diçka e fesë e llogarit thot, ja kjo është me tjerë shumë, kjo është me shtëngu shumë, kjo është ngarkesë shumë, ose tjerë që neglizhojnë, thonë, ja se s'ka nevojë kjo, a mjafton me kry farzën, po, ajtë se këto sunetet na vynën shumë. Kjo kallëzon do thotë në çfarë gjendje janë njerëzimin ditë sotit e sa larg janë prej shëmbëltyrës së sahabëve. Prandaj Allah Azza wa Jall këta sahabe i ka bërë shembull edhe argument për njerëzit. Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam e ka bërë domethënë shëmbëltyrën më të mirë, ndërsa sahabët i ka bërë shembulli se çysh duhet me qenë ndjekësit karshi sunetit, karshi pejgamberit Allahut, karshi festë Allahut Azza wa Jall. Se mos kishin qenë sahabët, njerëzit let kishin thënë, po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i ka shpallë drejt për drejt, ka bërë xhenetin e xhehenamin me dije që ai ka mujt me bë këtë sene. Po sahabët kur e kanë pa xhenetin, xhehenamin, kur i kanë pa këtë gjë? Nuk i kanë pa kur. Ama ata janë shëmbëltyra edhe argumenti kundra njerëzve për gjithë ato që kanë për qëllim ose synojnë me e braktis sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Qoftë diçka vogël e thjesht, nëse braktiset pe sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajo ndikon në jetën e njerëzve, ndikon në humbjen e begatisë, ndikon në humbjen e bereqetit. Prandaj njeriu qoftë detajet më të vogla nëse i gjanë domethënë i mëson për sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, atëherë duhet me i praktiku. Duhet me i praktiku edhe mos me i neglizhu, sepse neglizhimi dhe përfundimi në devijim fillon prej sene më të vogla. Ashtu që kanë përmend dietarët, pra ai i cili i neglizhon edhe i shpërfill adabet. Adabet janë ato farë edukata përgjithshme e fesë. Sikur kjo për shkak që thom, me gjujt gurt në xhamerate i ka pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me dy gishta, dhe ka gjujt. Kjo është një prej adabeve. E kanë thënë ulemat që kush i shpërfill adabet, atëherë vjen puna me shpërfill sunetet. Kush i shpërfill sunetet, vjen puna me shpërfill farzet. E kush i shpërfill farzet, atëherë ka hupi imanin e tij. Prandaj çdo sen fillon me pak e pastaj bëhet shumë. Prandaj njeriu nuk duhet me i shpërfill gjanat të vogla, edhe pse janë të vogla, nuk duhet me i llogarit ato ngarkesa, nuk duhet me i llogarit tjerrje, nuk duhet me i llogarit por duhet me ditë që ky është suneti i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ti po mundesh me praktiku, alhamdulillah. S'po mundesh, mos i pengo tjerë me praktiku. Mos i thuj tjerëve, jo se kjo ka shumë shtrëngim, jo se ka kështu, edhe më u hub ambicjet, sepse shejtani i shfrytëzon këto raste ku ço ty janë pak edhe
janis do thot me aprish njeriut lamshin. Prandaj sunetet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam sa të vogla që janë, kanë ardhur për të zbatu, kanë ardhur për të praktikuar dhe për të jetuar me to. Dhe kushdo që mëson një, le të mundohet me çun vend. Imam Ahmedi rahimahullah veç se ka një që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pas një rëbresh me filan emri dhe e ka liru, ka shku ka blen një rëbresh, ja kanë gjitë qatë emrin dhe ka liru. Pastaj ka marrë vesh dhe thot që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur i ka hek flokt, ose realisht kur ka bo hijame, ati hijamistit ja ka dhënë, si me thënë, 4 dirhem, e ka pagu, edhe kjo e ka thirë një hijamist, ja ka bo hijamen dhe ka pagu 4 dirhem. Edhe pse është do më thënë një sen shumë si përfatsor, ama me gjitha ta, ajo ka bereqetin e vetë, sepse njeri këtë bën nga dashuria për t'i përngjanjë njeri të tillë, pejgamberit tonë pra, sallallahu alaihi wasallam. Pastaj shohim që sahabët do thot e kanë ndjek pejgamberin sallallahu alaihi wasallam edhe në sene të vogla. Shohim do thot ku prej tyre ka pas që e kanë praktikuar edhe thjesht shparthakimin e pullave që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam atfar kamisin që ka vesh do thot ajo far tesha e gjatë e cila ka qenë me pulla përpara. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pas tradit 2 pullat e sipërme mos me i përthaku, po me i lën hapur. Edhe këtë pastaj shohim që e kanë praktikuar disa prej sahabëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kur i ngojmë ata domthonjë që kanë smundje në zemër, ata që kanë ambicie të ulta, ishe se këtë llogarisin thënë, po shqo kjo nuk është prej suneteve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, për cilat nëse njëri i bën shpërblehet, nuk është kjo për mi thirr njerëzit në to. Kjo ka qenë thjesht një traditë njerëzore e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një adeti tina, një shprehi e tina, mi lën pulla çel, edhe nuk ka shpërblim këta. Ama që tu fillojnë dhe thëtë ato farë cytjet e shejtanit që njerëzit me i largu pej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pak njëherë që tu, pastaj do më thënë ishe të veshja, pastaj ishe sikur ata papagajt tjerë që folin se jo do thëtë lëshimi i rrobave në nxokun e kamës nuk prish punë nëse bëhet, nuk bëhet me mendje madhësie, kështu me radhë, do thëtë çështu ja nisin edhe ato senet që ka janë për cilat ka ardhur kërcënim edhe dënim, edhe ato donë me i nënvlerësuar këtë formë, a njerëzve pastaj ju hub komplet praktika e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e bashkë me ta edhe bereqetin fe, edhe bereqetin jetë, edhe vjen puna deri tek devijimi. Prandaj do thot shenja mirësisë e njerëzve është ndjekja e sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, qoftë edhe në detaje të vogla. Edhe për këtu pasaj disa dietarë shohim do thotë që për këtyre që kanë qenë më vonë bashkohorëve, disa për tyre të cilët do më thënë edhe kanë vdek, Allah i mëshiroft, e kanë marrë si argument këtë përshkrim të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam tek disa veshje, sikur para disa vitesh që ka qenë mesele që a lejohet me majt kravat, as lejohet me majt kravat. Dhe disa dietarë ju kanë qasë kësaj mesele në aspektin e përngjasimit me pabesimtar, që pabesimtar do thotë kravata ka qenë një veshje që ata jo njoft me të, me kravatë para. Dhe e kanë konstatuar që nuk lejohet veshja atij sepse është përngjasim me ta. Mirë po, ka edhe interpretime të cilat i qasën kësaj meseleje thjesht prej atij përshkrimi që e përmendu pak më herët pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ka qenë traditë e tij, pullat e sipërme të mos i përthakoj, sepse kjo është më afër modestisë së njeriu. Ndërsa vendosja e kravatës, do thotë çka bën ajo, e ngulfat njeriun, pra e bën që të, çka më thënë, mu peglat, e kjo nuk ka qenë traditë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe është më afër mendje madhësisë se sa e kundërta e kësaj. Sikurse çu është vesh pejgamberi Allahut sallallahu alaihi wasallam. Prandaj do thotë këtu e patëm një ndërhyrje të thjesht që në ditën e Bajramit, pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i gjujti gurt në gjemrën e madhe dhe
sahabët pra u interesuan edhe në detajet më të vogla se çysh i gjujti gurt, me 2 gishta apo me 3 gishta. Pas kësaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qenë në Mina, pasi që o zdrit domethënë mirë, diku ka gjatë kohës së paradites, ose kohës që quhet ad-duha, që përshkruajnë arabët, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam duke qëndruar në mes të xhemerateve, hipi në devën e tij dhe filloi do thotë që t'ju ligjeroj njerëzve. Dhe aty kishte domethënë një numër i madh i sahabëve, disa dëgjonin ulur, disa në këmbë, dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në khutbën e tij pra që mbajti në Mina, i përsëriti disa këshilla që i kishte mbajt në Arafat. Dhe kjo vetëm për arsyen që nëse ka dikush atje si ka dëgjuar mirë, atëherë leti dëgjoj sot. Dhe ndër gjanat që tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në khutbën e tij në Mina për në ditën e Bajramit, tha: "Ala inna az-zamana qad istadara ka hay'atihi yawma khalaqa Allahu as-samawati wal ard." Tha, dini se koha, zamani pra, është kthy ashtu çysh ka qenë në gjendjen pra në formën çysh ka qenë në ditën kur Allah azza wa jall i ka kriju qiellin dhe tokën. As-sanatu 12 shahran minha 4 hurum. Thot, viti është 12 muaj dhe prej këtyre 12 muaj 4 janë muaj të shenjtë. 3 mutawaliyatun, 3 prej tyre janë domethënë të ngjitur mirë të vazhdueshme, dhe i përmendin Dhul-Qa'da, Dhul-Hijja edhe Muharram, pra këta 3 muaj janë të shenjtë, dhe Rajabu Mudar, alladhi bayna Jumada wa Sha'ban. Dhe muaji Rajab, të cilin e madhrojnë fisi Mudar, që ndodhet mes muajit Jumada e Thania dhe muajit Sha'ban. Pra, me këtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam wa konfirmoi muslimanëve që cilët janë muajt e shenjtë pra. Dhe muslimani është e udhës që këta muaj me imsu, me i ditë cilët janë muajt e shenjtë, dhe të njëjtën kohë kur orientohet në përditshmërinë e tij, në jetën e tij rreth ditëve, kalendarit të muajve, duhet me integru në jetën e tij edhe orientimin me muajt hënor, jo vetëm me muajt gregorian që shena mësu domethënë ne deri sot. E dim që thuja po çdo sa në vendin ton llogaritet me muajt gregorian, mirë po ne jemi musliman, edhe jeta jon, ibadetet tona llogariten dhe renditen dhe rregullohen në bazë të muajve hënor. Prandaj ne duhet me e shtu një interesim të tillë. Më interesu do thotë në cilin muaj je, i sati është sot, filloi hana e re, a thotë cili muaj pas ka hy, për shkak se nëse nuk i dim muajt e shenjtë, se Ramazanin zakonisht këtë e din, se është muaj që agjerohet, ama këta muajt e tjerë pa kush i din. E kur hym në këta muaj, rëndesa e mëkatit është shumë më e madhe se jashtë këtyre muajve. Njashtu edhe vepra mirë brenda këtyre muajve shpërblet shumë fish në krahasim me muajt e tjerë. Edhe kur s'ka njëri orientim se çfarë date është në aspektin hënor, atëherë i humbin këto vlera. Atëherë mundet me ranë në mëkate të cilat i llogariten shumë fish, maran se sa jashtë këtyre muajve të shenjtë. Pastaj do thotë me llogaritje, nëse mësohet me llogaritje të hanës që duhet, atëherë mundet edhe me imri do thotë ditët e bardha që në përmend të agjerohen, që është sunet pra të agjerohen dita e 13, 14 e 15. E këto nuk llogariten me muajt gregorian, 13, 14 janar. Jo, ato llogariten me muajt hënor. Prandaj duhet me u mësu njëri që me ditë në cilin muaj është. E të na, dihet Ramazani
edhe muj me vludit. Kur vjen muj me vludit, ato e dim se bidat gjithë na i çajnë kryt, na i çajnë vesht, ty e përmend me vludi, e dinë që është muj Rabi'in al-Awwal. E tash do thotë ne kemi hy në muajin Rabi' al-Thani, pra realisht muji i 5, muji i 5 Hanor. A është i 5, apo? Që e keni këtë? I 4, domethënë, muji i 4 Hanor. Dhe pasi i tha këto fjalë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju drejtu të pranishmëve dhe ju tha: "Ayu yawmin hadha?" Çfarë ditë është kjo sot? Dhe ata i thanë: "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dhe dërguari i tij e din më së miri pra. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam heshti saqë njerëzit që ishin të pranishëm menduan se mos pejgamberi sallallahu alaihi wasallam don me emërtu me një emër më ndryshe. I tha: "Alaysa yawmun nahr?" A nuk është sot dita e therrjes, ose dita e parë e Bajramit, që quhet dita e therrjes, sepse atë ditë therrën kurbanët. I than: "Po ja Resulullah." Pastaj pyeti: "Ayu shahrin hadha?" Cili muaj është ky? Ata një i thanë: "Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri." Tha: "Nuk është muaj Dhul Hijja?" Than: "Po ja Resulullah." Pastaj pyeti: "Cili vend është ky ku jemi sot?" Than: "Allahu dhe i dërguari i tij e din më së miri." Tha: "Alaysat al-balda?" A nuk është qyteti i shenjtë? Than: "Po ja Resulullah." E tri këto pyetje pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i bani si një parathënie dhe një tërheqje e vëmendjes, që njerëzit do thot me ju çarkullon kokë mendimet se pse është të pyet pejgamberi sallallahu alajhi wasallam kështu. Prandaj edhe kur heshte pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, njerëzit ju shkojnë në përmend që mos ndoshta po don me çujt me një emër tjetër. Dhe kjo ka qenë pjesë e oratorisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që me tërheq vëmendjen e njerëzve, e me tregu që tash jam të desht me fol një sen të rëndësishëm. Dhe pas kësaj ju ka drejtu dhe ju ka thënë: "Fa inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaykum haramun ka hurmati yawmikum hadha fi shahrikum hadha fi baladikum hadha." Tha: "Dini që gjakrat e juaj, pasuritë e juaja, nderi i juaj janë haram për ju, sikurse çush është haram dita e sotit, pra dita e Bajramit, muaji i sotit, muaji Dhul Hijja, dhe ky vend ku gjendemi sot, pra Mekka." Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e bëni një hyrje në fillim dhe u abori qartë se cilët janë muajt e shenjtë. Dhe prej tyre ish muaji Dhul Hijja, në cilin ndodheshin musliman, domethënë ato ditë. Dhe ja u bëni me dije që gjaku i muslimanit, pasuria e muslimanit, edhe nderi i muslimanit nuk është as pak më i pavlefshëm se sa Mekka e shenjtë, se sa muaji Dhul Hijja, se sa dita e Bajramit. Madje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shëntrinë e të trijave këtynve i bashkoi me një vend, edhe tha që gjaku i muslimanit është sa shëntria e trija këtynve. Që do thot me kuptu musliman që nuk ban me nënvlerësu jetën e tjetrit, nuk ban me nënvlerësu shëndetin e tjetrit, nuk ban me nënvlerësu pasurinë e tjetrit, mos me hangër pasurinë e tjetrit, do më thënë me haram, me gjana të ndalume, dhe ai që e bën një gjë të tillë, pe ja cënon tjetrit pasurinë apo nderin apo jetën e tij, le ta di që e ka bën një punë më të rëndë se sa me shkatru çabën, se sa me do thot me çu poshtë muajin e shenjtë, muajin Dhul Hijja, e kështu me radhë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Wa satalqawna rabbakum fayas'alukum an a'malikum." Tha: "Dine mirë se keni me taku Zotin e juaj dhe ai ka me ju pyet për punët e juaja. Ala fala tarji'u ba'di kuffaran aw dullalan yadribu ba'dukum riqaba ba'd."
keni kujdes të mos ktheheni pas vdekjes time, të mos ktheheni në gjendjen e kufrit apo në gjendjen e devijimit dhe ta vrisni njëri tjetrin duke e godit me shpatë. Ala li yuballighi ash-shahidu al-ghaiba fala'alla ba'da man yuballighuhu yakunu aw'a lahu min ba'di man sami'ahu ala hal ballaght. Tha le ta përcjellin ata që janë të pranishëm sot këtu dhe po I dëgjojnë këtë fjalë, le t'ju apërcjellin atyve që nuk janë prezent, sepse ndoshta ka mundësi dikush që nuk është prezent edhe nuk I ka dëgju këtë fjalë dhe ati I transmetohen, I kupton dhe I mëson më mirë se sa ai që është prezent dhe I dëgjon. Ala hal ballaght. Tha vall, a kum çun vend emanetin edhe mesazhin. Dhe me këtë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam u bani qartë sahabeve mas pari, pastaj edhe gjithë muslimanëve që ju keni më marrë në pyetje te Allahu azza wa jall, andaj edhe me vdekjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam nuk do të thotë që feja e Allahut nuk ka nevojë të respektohet. Suneti I pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ka vdek, me vdekjen e tij ka vdekë suneti I tij. Jo. Prandaj edhe u atërhoqi vërejtën që mos vdekjes time mos ndryshoni, por qëndronin në ato parime qysh ja u ka mësu. Qoftë edhe deri në ditën e Kiametit. Dhe këto tha për cilën njerëzve brez pas brezi. Dhe pastaj vazhdoi tha Ela innama hunna arba'un. Ta dijeni se janë 4 gjana që duhet muslimani me ju kushtuar rëndësi të madhe edhe me I pas parasysh. La tushriku billahi shay'an. Mos I bani tha shirk Allahut asgjë. Edhe sa herë vjen kjo fjalë ose kjo këshill e gjem që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam aty thot e përdor fjalën shay'an, mos I bani shirk Allahut asgjë. Jo mos I bani shirk Allahut askënd. Se kur themi askënd, atëherë jemi duke kufizu këtë gjë vetëm në gjallësat që kanë shpirt. Ndërsa shay'an, pra mos I bani shirk Allahut asgjë, e ka kuptimin edhe më të gjana më të përgjithshëm. Sepse njeriu mundet me bë shirk Allahut edhe në gjësende ose me gjësende që nuk kanë shpirt, sikurse me pemë, me gur, me drunj, me puta, kështu me radhë. Por këtu përfshihen edhe gjëra që janë konkrete edhe ato që janë abstrakte. Mos I bani shirk Allahut azza wa jalla edhe me çka? Me nefsin e juaj. Sepse edhe në këtë formë ka mundësit që t'i bëhet shirk Allahut fuqiplot, kur njeriu I nënshtrohet nefsit të tij, I cili është një krijesë, një diçka abstrakte. Prandaj nuk mund me prek nefsit. Mirë po është ajo ndjenja dhe dëshira për t'ju kundërvu ligjeve të Allahut azza wa jall, edhe për të qenë I shfrenum. E njeriu ka mundësi me I bë shirk Allahut azza wa jall edhe nëpërmjet nefsit të tij. Nëse e dëgjon edhe adhuron nefsin e tij krahas Allahut fuqiplot, ose pra e lan adhurimin e Allahut dhe adhuron nefsin e tij. Tha la tushriku billahi shay'an. Mos I bani shirk Allahut asgjë. Wala taqtulu an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Dhe mos e vrisni askënd, pra mos e vrisni askënd që Allahu azza wa jall e ka ndalu përveç me hak. Përveç atëherë kur shariati kërkon, atëherë kur ligji I Allahut azza wa jall kërkon të bëhet një gjë e tillë, sikurse dispozitat që Allah azza wa jall I ka përcaktuar në raste të hakmarrjes nga shteti, jo nga personat privat, por kur shteti e gjykon dikon që e ka vrarë një person padrejtisht dhe nuk ja fal familja e viktimës, atëherë gjykon shteti që personi të ekzekutohet si hakmarrje ndaj vrasis që ka bërë.
Pastaj tha wala taznu wala tasriqu, tha mos bani zina dhe mos vjedhni. Pra i përmendi këto 4 gjana si ndër mëkatet shkatërruese. Pastaj vazhdoi dhe tha ala wa inni faratukum ala al-hawd anzurukum. Tha dijeni se unë do t'ju parapri juve dhe do t'ju pres tek haudi. Do të ndalem tek haudi edhe do t'ju pres ju me ardh. Haudi pe dini, do më thënë është fjala për atëfar liçenin, hauzin që ka me pas çdo pejgamber dhe ka me pas edhe pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam ku kanë me i prit umetet e veta. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tregoi sahabëve që one inni faratukum. Me këtë ja u dha domethënë një lloj parandjenje që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do të vdes mas këtij haxhi. Sepse ju tha unë mas sodit do t'ju pres tek haudi im. Fa anzurukum wa inni mukathirun bikum al-umam fala tusawwidu wajhi. Tha unë do t'ua kaloj ummeteve tjera me ju. Inni mukathirun bikumul umam. Do t'ua kaloj ummeteve tjera me ju, pra në numrin e madh të ndjekësve të mi. Dhe këtu do thot në një hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur e ka bërë këtë porosi, ka porosit pra që personi të martohet me gruan që është wadudun walud, e dashur për burrin e saj dhe walud që lind shumë, sepse ka thënë inni mukathirun bikumul umam, unë kam ja kalu gjitha ummeteve në numër nëpërmjet jush. Ama pastaj është një pjesë që është formë çortimi dhe është një fjalë që ne do të më marr seriozisht dhe me pas kujdes se mos dalëm në atë pozitë para pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Tha fala tusawwidu wajhi. Mos më nxini fytyrën. Mos më merrni fytyrën që thënë tek na populli. Thotë kur prindi e çon të birin e vet diku, qoftë në shkollim, qoftë ai thotë kujdes djali jam, sillu mirë, mos u bën rrugaç, mos u bën hajn, mos u bën kështu e kështu, mos më nxi fytyrën para njerëzve. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam këtë këshill ja drejtoi ummetit tij. Tha unë kam e dal para ummeteve tjera me mas shumë të ndjekës, ama mos më nxini fytyrën. Mos më merrni fytyrën. E kjo është domethënë një çortim për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që ne mos me bë punë me cilat pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka me ndi keq. Mos me bë punë me cilat pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka me u distancu prej nesh. Sepse në vazhdim thot ala wa qad ra'aytumuni wa sami'tum minni. Tha dine, tha ju më keni pa mu drejt për drejt, edhe keni dëgju prej meje, wa satus'aluna anni, dhe keni me u pyet për mu, faman kadhaba alayya falyatabawwa maq'adahu min an-nar. Ai i cili gënjen për mu, le ta përgatis uljen e tij në zjarr. Të thot, tash çka po vjen mas kësaj fjalës, mos ma nxini fytyrën në ditën e Kiametit kur t'ju preste hauzi. Do thot këto fjalë tregojnë se me çka ja nxin fytyrën pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ju jeni, thot, duke më pa edhe duke dëgju prej meje. Edhe që ato gjana pastaj transmetohen brez pas brezi në umetin e muslimanve deri në ditën e Kiametit. Dhe kushdo që ato gjana i kundërshton, thot, wa satus'aluna anni, keni mu pyet për mu. Keni mu pyet se kush është pejgamberi jot? Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. E ku ke qenë ti përballë këtij pejgamberi?
A ke vepru që ka thënë aj? A ke ecë në rrugën e tij apo në rrugën e dikujt tjetër? Prandaj ka thënë kush gënjen për mu, le të përgatis ulin e zjarrt. E gënjeshtra nuk është thjesht vetëm me fjalë. Por pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka përdor këtë çka? Më të ultën. Ka përmend një vepër që është më pak ta që prek në nderin e tij. Sepse gënjeshtra mund bëhet me vepër, e pastaj e quhet për gënjeshtrim. Gënjeshtra është kur e thu vetëm me fjalë, e pastaj kur e bën me vepër quhet për gënjeshtrim. Pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ja kthen fjalën e tij, po ja gjun poshtë sunetin e tij. Dhe kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose kur njerëzit të shohin duke vepruar një gjë, edhe ti pretendon që kjo është punë e fesë, atëherë ti thon që çështu na ka mësuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Është fjala bash drejt për bidatin edhe do të thotë shpikjen e ideologjive të reja. Sepse kur njeriu e bën një punë që s'ka qenë në kohën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe pretendon që kjo është e mirë, ka sevap për to, është pjesë e fesë, atëherë kjo është të thonë që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar kështu. Është të thonë me gjendjen e tij dhe veprimet e tij. E ai që thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka porosit me këtë gjë, e në realitet nuk na ka porosit, ai është duke gënjur për pejgamberin e Allahut. Edhe le ta përgatis ulsen e tij në zjarr. Thot ala wa inni mustanqidhun rijalan wa mustanqadhun minni akharun fa aqulu ya rabbi ashabi fayuqalu innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Thot dine që atë ditë pra të hauzi, kur do të vini ju, unë do të thras për disa njerëz, mustanqidhun rijalan, do të thras për disa njerëz me i shpëtu, wa mustanqadhun minni akharun, edhe disa tjerë, do të thënë, do të tërhiqen pi meje. Edhe tham unë ja rabbi ashabi, o Zot, këta janë shokët e mi. Fe ju kal, edhe më thënë, inneke la tadri ma ahdathu ba'dak, ti nuk e dinu Muhammed se çka kanë shpik këta pas teje. Do thotë, çdo kush i cili nxjerr diçka të re, punon diçka që është e re, e nuk është pjesë e fesë Allahut Azza wa Jall, ai është duke kontribuar në këtë drejtim. Edhe çaj është njëri që në ditën e Kiametit ka me bo pejgamberin sallallahu alaihi wasallam muni keq. Kam ja marr ftyrën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Inneke la tadri ma ahdathu ba'dak. Ti nuk e din se çka kanë shpik pas teje. E këtu hyn jo vetëm ata që bëjnë bidate, po të gjithë ata që e kundërshtojnë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në urdhëresat e tij të drejtë për drejta. Edhe ajo është ihdath. Ihdath përfshihet domethënë bidati, ai që bën diçka të re, sepse ahdatha domethënë me prut diçka të re, por ahdatha i bën edhe kur njeriu kundërshton diçka të madhe. Prandaj çdo kush që bën një veprim për cilin pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë ana bari'un minh, unë jam i distancuar prej këtij veprimi, prej njerëzve të tillë, ai hyn çtu. Edhe çush i del ditën e Kiametit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam përpara. Para mendoj veten domthon e sheh hauzin përpara, mira njerëz e miliona të bum aty, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mesin e tyre, duke i prit me shumë mall ummetin e tij, edhe ti po afrohesh, edhe ty afro vin melek të kapin, tërheqin zvarë zhak. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me dhimbje të madhe thot ka dalë se këta janë shokët e mi, i thënë ja Rasulullah ti se din çka kanë bëu këta mas teje. Thot suhkan sa më larg pe këtyn, sa më larg. Kam qenë distancun, pra ka qenë distancun në dynja, e ma parsore është të distancohet prej tyre edhe në ahiret. Dhe njerëzit e tillë janë që për cilët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë la tusawwidu wajhi,
mos ma merr një ftyrën, mos ma nxi një ftyrën. E pastaj çish pretendon njëri i tillë dashurinë e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, pretendon sunetin, ndjekjen e sunetit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Ai realisht është mas larti pej sunetit dhe dashurisë pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra, fjalët janë të drejtë për drejta, nuk kanë nevojë të as mundesh mi dhon keq interpretim as kur gjë. Fjalët janë të drejtë për drejta, ato që i ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj vazhdon dhe thot: "Ela la yajni janin illa ala nafsihi." Ka thënë dini se çdo kush që bën një krim, ai është përgjegjësi i parë për krimin e vet. Thot: "Wala yajni walidun ala waladihi." Nuk e merr përsipër ose nuk i gjuhet në shpinë prindit nëse biri i tij bën diçka të keqe, bën një krim. Po ashtu thot: "Wala mauludun ala walidihi." E as nuk i gjuhet bara përgjegjësia të birit për diçka që për shkelje që ka bë ose krime baba i vet. Dhe kjo është një këtë gjë pastaj praktikisht e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që nuk i ka përzi kështu njerëzit. Sikurse Abdullah ibn Ubay ibn Seluli, i cili ka qenë koka munafikëve, ama i biri i tij ka qenë burr i mirë. A pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka deshtë dhe ka nderuar, ka respektuar, përkundër që baba i tij ka qenë armik i përbetuar i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E kjo pastaj kuptohet edhe tek krimet e njerëzve që bëjnë në shoqëri, e që kanunet e ndryshme edhe traditat e ndryshme e thejnë këtë rregull. Edhe qohën, do thotë sikurse që kanë qenë traditat tek ne, tek shqiptarët, kanunet e vjetra, ku nëse dikush pe antarëve të familjes e ka vra dikon, ja ka cënu jetën dikujt, pastaj pala e armikut ose pala e viktimës i thënë se palës tjetër ju doni më mshel tash në shtëpi. Për një njeri, për një kriminal bllokohet e tër familja edhe më gjerë. Për një kriminal. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "La yajni janin illa ala nafsihi." Ai që bën krim, ai vetë merret në përgjegjësi, jo tjerë, jo baba, jo djali i tij. E të na ka qenë, do thotë ajo far xhahiljeti i hakmarrjes, që kur ja ke myt dikon, pastaj ai nëse s'ka mujt ty më të myt, ka kqyr domethënë të birin ose babën ose vllaun, e kështu gjaqet pastaj nuk e ndal kurrë. Me vite kanë vazhdu gjaqet, sepse këta vrit një prej tyre, ata vrit një prej këtynve. Edhe ka vazhdu domethënë gjaku nuk është ndal asnjëherë. Prandaj edhe shariati islam nuk ja u kalon njerëzve në dorë këtë gjak. Dhe këtë e ka marrë në dorë ekzekutivi i shtetit. Nëse dikush e ka bën një krim, e ka mbyt një person, atëherë shteti është marrë me këtë punë. E kanë burgos atëfar dorasin dhe e kanë hetu rastin e tij, pastaj kanë bisedu me familjen e të vrarit, pra viktimes, apo don më ta dhën atë shpagimin me pare, apo po don më ia fal, apo s'po don hiç. Dikush e ka zgjatë shpagimin, dikush ja ka fal krejt, dikush ka thënë nëse s'muj as më ia fal as shpagim as kur gjë s'du, veç du me marr hak. Edhe shteti pastaj në fund e ka marrë dorasin dhe e ka ekzekutuar para njerëzve. Thotë që me tregu që haki i këtij personit tash ka shku në vend. Dhe mos më alën njerëzve në dorë këtë hakmarrje, sepse pastaj gjaqet nuk ndalen kurrë. Ka thënë: "Ala inna ash-shaytana qad ajisa an yu'bada fi baladikum hadha abadan, walakin satakunu lahu ta'atun fi ba'd ma tahtaqirun min a'malikum." Ka thënë dini që shejtani është pesimizu dhe i ka humb shpresat që të adhurohet ndojherë këtu në vendin e juj. Është fjala do thot për Mekën, për Qabën dhe për Gjezirën Arabe. Shejtani ka humb më shpresat se ka marrë ditën e herë që ai me u adhurun këtë vend. Ama thot do të ketë pak në nështrim ndaj tij
në disa punë të cilat ju i neglizhoni, i llogaritni si të vogla. Pra, shejtani do të ketë hise në disa harame, në disa shkelje, edhe pse është në vendet e shenjta. Pastaj ka vazhdu ka thënë u'budu rabbakum wa sallu khamsakum wa sumu shahrakum wa addu zakata amwalikum wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Ka thënë adhuroni Zotin e juaj, falni 5 namazet e juaja, agjerojeni muajin e juaj, jepeni zakatin e pasurisë juaj dhe nënshtrojuni prijesve tuaj që të hyni në xhenetin e Zotit tuaj. Pra ja ka dhënë, do thotë, një këshill përgjithësuese, përmbledhse, që kush e fal, kush e adhuron Allahun Azza wa Jall, e fal 5 namazet, agjeron Ramazanin, e jep zakatin dhe i nënshtrohet prijesve, i tili e ka fituar xhenetin. Edhe realisht kur e shohim, do thotë këtë, e shohim se me këtë këshill pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka pastru personin edhe prej kufrit, edhe prej ndjekjes së bidateve. Sepse u'budu rabbakum, kush adhuron vetëm Allahun, ai ka shpëtuar prej kufrit dhe shirkut. Wa sallu khamsakum, faleni 5 namazet e juaja, ka shpëtuar prej kufrit dhe shirkut. Sumu shahrakum, agjerojeni muajin tuaj, pashtu ka shpëtuar, domethënë edhe ka ndjek sunetin duke u largu prej disa prej grupeve, sikurse që janë rafidit, të cilët nuk e agjerojnë, do thotë, muajin e Ramazanit, mirë po e madhrojnë disa prej tyre më shumë muajin Muharram. Pastaj ka thënë addu zakata amwalikum, jepni zakatin e pasurisë tuaj, ku me këtë njeriu del prej grupacioneve sikur xhavarixhët, të cilët nuk e japin zakatin prisit. E ai që jep zakatin prisit, atëra e ka shpëtuar prej xhavarixhëve. Ka thënë wa ati'u dha amrikum, dhe nënshtrojeni prijesve tuaj, me këtë njeriu del prej grupeve të xhavarixhëve dhe murxhive. Realisht me kreta këto del prej grupit të murxhive, sepse punon punë, ndërsa murxhit, domethënë, e lën njërin edhe pa vepra. E kush i bën këto, ka shpëtuar prej kufrit, prej shirkut dhe bidatit, dhe me këtë e meriton xhenetin e Allahut Azza wa Jall. Dhe në fund e ka përmend, ka thënë naddara Allahu imra'an sami'a maqalati faballaghaha. Allahu ja ka ndriçu ose ja ndriçoft fytyrën e atij personi që i dëgjon këto fjalë të mia dhe i transmeton matutje, u tregon të tjerëve. Fa rubba hamili fiqhin ghayri faqih, wa rubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu. Thot sepse ka mundësi dikush që i mëson këto gjëra, por nuk din me i kuptu mirë, ja përcjell dikujt tjetër që i kupton mirë. Thalathun la yaghillu alayhin qalbu mu'minin. Pra me fjalë paraprake pejgamberit sallallahu alaihi wasallam na dha një mesazh dhe një porosi që kushdo që mëson prej fesë të Allahut Azza wa Jall, qoftë një fjalë, mëson një hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, një ngjarje të tij, një hadith, një ajet, një këshill, atëherë nuk duhet me marrë vetëm për veten e tij, por duhet me jau përcjell të tjerëve, me i këshillu të tjerët me atë fjalë. Prandaj, sepse ka mundësi ndoshta dikush e kupton dhe e përjeton shumë më thellë atë fjalë dhe e qet në praktik ashtu që duhet, edhe pse ndoshta personi për veti ka mundësi çalon, po dikush tjetër kur e merr e çon deri në fund dhe deri në vend. Thot thalathun la yaghillu alayhinna qalbu mu'minin. Thot janë 3 gjanat për të cilat zemra besimtarit nuk duhet të çaloj dhe nuk duhet të mashtrohet. Cilat janë ato? Ikhlasul amali lillah, me e bo punën të sinqert edhe të qiltër vetëm për Allahun. Wan nasihatu li wulati al-muslimin, me qenë i qiltër dhe i sinqert dhe me i këshillu
prijesit e besimtarëve, prijesit e muslimanëve, waluzumu jama'atihim, dhe me qëndru me xhamatin e muslimanëve. Fa inna da'watahum tuhitu min waraihim, thot sepse lutja e muslimanëve i përfshin të gjithë ata që janë me prisit dhe me xhamatin e muslimanëve. Pra këto tri gjana njeri duhet me i pas parasysh dhe nuk duhet me leju që zemra e tij me i neglizhu dhe me u mashtru në to. E para pra me pas punën me bos sinqerisht për Allahun Azza wa Jall. Me pas kujdes sa herë bën njeriu një punë, me rishiku në jetën e tij, me rishiku do thot qëllimin pse është duke e bërë këtë punë. Mos me pas në zemrën e tij hise diçka tjetër përveç Allahut, as diçka për interesave të dunjas, as me fitu kënaqësinë e filanit e fistegit, as kënaqësinë e popullatës, as kënaqësinë e shefit punës, as kënaqësinë e kujtdo tjetër. Por me u siguru që këtë punë është e bërë vetëm për Allahun Azza wa Jall. Dhe pastaj pas kësaj me qenë i qiltër me prijesit e muslimanëve, qofshin ata prijesit suprem apo qofshin ata prijesit lokal në raste të caktuara, por me qenë i qiltër me ta dhe mos me u mshef gjanat, mos me i tradhtu, mos me i lënë anash, sepse kjo ndikon do thot në xhamatin e muslimanëve. Waluzumu jama'atihim, dhe me qenë së bashku me xhamatin e muslimanëve. E çka i bën kjo? Këtë kena shpjeguar në ligjëratat e bashkimit dhe përçarjes në derset e etikës islame, se çka nënkupton xhamat, dhe kur themi me u kap për xhamatin e muslimanëve, çka i bën? Ai bën me u kap me çat grupën më të madhe që është prezente, edhe nëse në bidat ose në devijim, apo i bën me u kap me grupën e cila është në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thot fa inna da'watahum tuhitu min waraihim, sepse lutja e muslimanëve, kur dikush prej muslimanëve bën dua, sikur se që është në tashahhud, kur thot njëri التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. Dhe selami qoftë mbi ne dhe mbi robërit e mirë të Allahut. Kjo i përfshin gjithë muslimanët që janë brenda xhamatit të islamit. Prandaj edhe njeriu duhet me pas kujdes këtë realitet. Deri këtu pra pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u dha këto këshilla njerëzve në ditën e Bajramit në Mina, pasi që i gjujti gurt në xhemrën e madhe. Dhe pra në këtë khutbë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u mësoi njerëzve ato rritet e haxhit dhe i porositi që ti nënshtrohen, domethënë ta ndjekin të kapën për librit të Allahut dhe ti nënshtrohen prisit, edhe thot nëse është njeri, nëse është pra sezak, edhe qoftë domethënë njeri me tmeta, përderisa muslimanët e ndjekin, duhet me ju nënshtru dhe me e ndjek. Thot Abdurrahman ibn Muadh at-Taymi radiyallahu ta'ala anhu, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na foli dhe na i dha këto këshilla, thot e dëgjuan, do thot na u hapën veshët dhe dëgjuam me vëmendje se çka po na thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe nisën njerëzit do thot me dal pe shtëpive të tyre për me mësu ritualet e haxhit. Dhe në fund pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u përshëndet me njerëzit dhe të gjithë kuptuan që kjo është hadhihi hajjatul wada', ky është haxhi i lamtumirës, sepse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na jep lamtumirën e tij të fundit. Dhe pas kësaj hutbe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i drejtoi njerëzit dhe u tregoi se ka do të vendosen, tha liyanzilil muhajiruna ha huna, tha let vendosen muhajirët në këtë pjesë dhe bani me dorë ka ana e djathtë të kiblës. Pastaj tha wal ansaru ha huna, dhe ansarët në këtë pjesë në anën e majtë të kiblës, thumma pastaj tha liyanzilin nasu hawlahum, dhe njerëzit e tjerë, tha pjesa tjetër e njerëzve let vendosen për rreth muhajirëve dhe ansarëve. Ndërsa
pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u vendos në pjesën e majt të vendfaljes që ish në Mina. E pyetën sahabët atë ditë, i thanë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i kërkuan leje që me ndërtu, do thot një shator me cilin do t'i banin hije kështu me radhë, ose do thot një diçka që mi bë hije, mirë po pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha la Mina manakhu man sabaq, jo tha, sepse Mina është vend qëndrimi i atyre që mbërrin të parët. Do thot sa më herë që mbërrin njerëzit, mund më vendos ku dojnë. Dhe askush nuk ka drejt që me i shqetësu në vendodhjet e tënve. Dhe kjo, për kësaj, disa prej dietarëve kanë nxjerrë dobin që nuk ka drejt askush me rezervu vendin e tij në Mina. Me thonë, ky është vendi jam, unë nëse i fundit vi këtu, kërkush s'ka drejt me ma nxan. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nuk i la që me i ndërtu diçka në shator, diçka që me i bohije, por tha këtu, sepse nuk deshi që me e rezervu atë vend vetëm për veten e tij. Dhe atë ditë, do thot, i afroheshin njerëzit vazhdimisht pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe pyesnin për veprimet e haxhit. Dikush e pyeti, tha, ja Rasulullah, tha, unë e kum therr kurbanin para se mi gjujt gurt, a ka problem? Tha, la haraj, nuk ka problem, i thoi ke pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dikush tjetër erdhe dhe pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, tha, ja Rasulullah, unë, si me thënë, i kum rru flokt para se me shku me bot tavafin, a ka problem? Jo, tha, s'ka problem. Dhe thot Abdullah ibn Amr ibn As radiallahu ta'ala anhu, kushdo që vinte e pyeste diçka pejgamberin sallallahu alaihi wasallam për një punë që ka bë para kësaj ose pas kësaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thotë la haraj, nuk ka problem, nuk prish punë, nuk ka problem, nuk prish punë. Dhe këtu duhet të përmendet, vlen të përmendet që lirimi prej ihramit nuk bëhet vetëm parënditje, por e kanë përmend dietarët që lirimi prej ihramit bëhet atëherë kur njeriu i plotson 2 rituale prej 3-jave që bëhen atë ditë. Domethënë, pas gjuajtjes së gurëve në Mina, janë 3 rituale të cilat duhet më bë patjetër: rruarja e kokës, prerja e kurbanit, edhe tavafi i ifadës, domethënë tavafi i haxhit. Pa i bë 2 prej çetëve 3-jave, nuk guxon njëri me u liru prej ihrameve. Do thotë, për shembull, pa therr kurbanin, edhe mi rru flokt, zguxosh mu liru prej ihramit. Ose pa bë tavafin dhe me therr kurbanin, zguxon me u liru prej ihramit. Për shembull, ke rru veç flokt, atash dishi teshat e ihramit e kry. Nuk ban. Ose e ki therr kurbanin dhe tash liro prej ihramit. Jo, duhet 2 prej 3-jave mi bë. Me rru flokt, me therr kurbanin, edhe me bë tavafin. Si ti bën 2 prej çetënve, atëherë monët njeriu do thotë me u liru prej ihramit, mi hek ato teshat e ihramit, mi vesh teshat e tjera dhe i lejohen domethënë gjanat të gjitha përveç afrimit të bashkëshortes. Do thotë, por në kena me përmend inshallah në takimet e tjera se si pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas kësaj e therri kurbanin dhe si rrui flokt dhe si u liru pra prej ihramit sallallahu alaihi wasallam. Dhe me kaq do thot e përmbushim për sonte takimin ton duke lut Allahun azza wa jall që na i fal mëkatet ato që i bën me dije pa dije, duke lut aq që na mundsoj ta mësojmë fenë e tij ashtu qysh i takon dhe ta praktikojmë ato në formën më të mirë, më të bukur, duke lut aq që na udhëzojnë sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në këtë sunet na i marr shpirtin dhe na mësoj që të ndahemi prej kësaj dunjas duke e deklaruar shahadetin la ilaha illallah Muhammed Rasulullah dhe në botën tjetër të na strehojnë xhenetin e tij. Qulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilayh.